Punimet për pastrimin e kanalit ujrave të larta në Vlorë vijojnë të mbeten të ndërprera, ndërsa shqetësimet e banorëve që jetojnë përgjatë tij po shtohen nga dita në ditë. Procesi është bllokuar për shkak se disa objekte duhet të prishen dhe që më herët duhet i nënshtrohen procedurave të shpronësimit, duke bërë kështu që ndërhyrja në kanal të mos përfundojë. Një nga zonat më problematike është lagja Kushtrimi pranë televizionit 6+1 Vlora, ku një pjesë e kanalit është lënë e hapur pas heqjes së blloqeve të betonit. Sipas banorëve, blloqet u hoqën për t'i hapur rrugë pastrimit të kanalit, por prej javësh puna është ndërprerë dhe segmenti vazhdon të mbetet i pambuluar. Banorët shprehen se situata është bërë e vështirë për shkak të erës së rëndë që përhapet çdo ditë, ndërsa prezenca e mushkonjave është shtuar ndjeshëm. Ata thonë se jetesa pranë kanalit është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm, duke ndikuar jo vetëm tek fëmijët që jetojnë në pallatet pranë, por edhe tek banorët e banesat e të cilave janë në zonat e ulta. Sipas tyre, mungesa e ndërhyrjes për një kohë të gjatë rrezikon jo vetëm përkeqësimin e situatës higjieno-sanitare, por edhe të problemeve të tjera për shëndetin e komunitetit. Banorët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa të menjëhershme, të paktën për mbullimin provizor të pjesës së hapur të kanalit deri në rifillimin e punimeve. Ata theksojnë se problematika bëhet edhe më shqetësuese me afrimin e sezonit veror, kur temperaturat e larta dhe shtimi i lëvizjeve në qytet mund ta rëndojnë edhe më shumë situatën. Ndërkohë banorët kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe një afat konkret për rifillimin e punës, pasi sipas tyre lënia e kanalit të hapur për një periudhë të gjatë po krijon vështirësi serioze në jetën e përditshme të komunitetit.